Lam të mirë, tensioni lartë. Ja ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë gjatë verës. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor serioz, i cili prek një numër të madh të popullatës. Kjo gjendje, post të tjerash, mund të luftohet gjithashtu edhe përmes ushqimeve të duhura. Këtu mund të gjeni listën e disa ushqimeve të cilat duhet t'i hani dhe ju ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut, sipas WebMed. Sipas ekspertëve, këto janë ushqimet më të mira për t'i përfshirë në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Bananet. Bananet janë një burim i shkëlqyer i kaliumit. Kaliumi njihet për rolin e tij në luftën kundër efekteve të natriumit në trupin tonë. Ngrënia e bananeve do të ulë nivelin e koncentrimit të vlerave të natriumit në trup dhe kështu edhe të tensionit të gjakut. Ngrënia e 2 bananeve në ditë ka rezultuar në një tension më konstante brenda normave të lejuara. Mund të konsumoni si vetëm ashtu edhe në produkte të tjera dhe vlerat që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslënse për organizmin dhe lehtësuese kundër inflamacioneve të tij. Në dietën tuaj, në rast se vuani edhe nga shqetësimet e hipertensionit, shtoni avokadon. Ky frut është shumë i dobishëm kur bëhet fjala për uljen e presionit të lartë të gjakut. Njëjtë sikur bananet dhe avokadot përmbajnë sasi shumë të madhe të kaliumit. Avokadot, ashtu si edhe përmasat e tyre, përmbajnë yndyrna të ngopura dhe të pangopura, të cilat rrisin kolesterolin e mirë të gjakut. Kolesteroli i keq njihet për efektin e tij edhe në bllokimin e enëve të gjakut që shkakton edhe rritjen e tensionit të gjakut. Avokadot e rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, i cili ndihmon edhe kundër problemeve të hipertensionit. Në dietën tuaj shtoni spinaqin. Ngrënia e rregullt e spinaqit do të ulë tensionin e gjakut brenda disa javësh. Spinaqi është i pasur me burime të fibrave të cilat e mbajnë tensionin të gjakut konstant gjatë gjithë ditës. Spinaqi mund të konsumohet në shumë forma dhe të kombinohet gjithashtu edhe me ushqime të tjera. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe domatet. Ky frut jo vetëm që ka një përmbajtje të lartë të kaliumit, por gjithashtu është edhe i pasur me elemente të mirë të likopenit. Likopeni është një antioksidant shumë i mirë edhe në parandalimin e problemeve të oksidimit të kolesterolit dhe rregullimin e shëndetit tuaj në përgjithësi. Është e nevojshme që domatet i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Selinol. Ngrënia e këtij fruti të gjelbër do të ulë tensionin e gjakut. Përpos përmbajtjes së lartë të kaliumit, ajo shërben edhe si një diuretik natyral. Kjo do të thotë se nxjerr sasinë e tepërt të ujit nga gjaku, pasi që teprica e ujit në gjak e rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj teprice bien edhe vlerat e tensionit. Çokolada e zezë. Një tjetër produkt i shijshëm për uljen e tensionit, përmban koncentrim të lartë të kakaos dhe jep gjithashtu edhe një ngjyrë më të zezë. Ndaj shtimi i këtyre produkteve në dietat tuaja do të luajë një rol parandalues kundër problemeve të hipertensionit. Në rast se jeni duke vuajtur nga shqetësimet e hipertensionit, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë një përzgjedhje të duhur të dietës suaj në bazë të shëndetit aktual. Ajo çfarë mjekët këshillojnë për të parandaluar hipertensionin është të reduktoni gjithashtu edhe konsumin e kripës. Një dietë e pasur me fruta dhe perime për më tepër rekomandohet plotësisht edhe në vaktet tuaja me drithra, me peshk, me shpend, arra, bishtaja, bulmet dhe pak yndyrë. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni perimet jeshile. Kripa rrit vëllimin e gjakut dhe presionin arterial, të cilat bëjnë presionin e gjakut të rritet. Pasurojeni pjatën tuaj me zarzavate me gjethe si spinaqi, brokoli, lagra jeshile për të rritur sasinë e duhur të kaliumit. Ky mineral ndihmon në largimin e natriumit nga trupi përmes urinimit dhe relaksimin e mureve të enëve të gjakut. Sasia e rekomanduar është 3 deri në 6 filxhan me perime me gjethe të pagatuara çdo javë. Frutat e pyllit gjithashtu janë një mbrojtje shumë e mirë kundër problemeve të hipertensionit, çka do të sjellin rezultate konkrete pozitive në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rënien e shëndetit tuaj. Pigmentet që u japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave gjithashtu sjellin përfitime të mira për enët e gjakut. Antiocianin, përbërësi kryesor që gjendet kryesisht edhe tek këto fruta, ndihmon edhe muret e arterieve të bëhen më të gjera dhe gjithashtu më fleksible.
për të ulur kështu presionin e gjakut dhe për të përmirësuar më mirë shëndetin tuaj të zemrës. Sasia e rekomanduar është 2 deri në 3 filxhan fruta të grira ose të freskëta çdo ditë. Kosi është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe të ndihmojë në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Kalciumi është një element kyç për të normalizuar presionin e gjakut sepse ndihmon edhe enët tuaja të gjakut të shtrëngohen dhe relaksohen kur duhet. Kosi me pak yndyrë është një mënyrë e mirë për të shtuar kalciumin në dietën tuaj pa sheqer ose yndyrna të shtuara, po kërkoni një ndryshim në shije. Shtoni pak manafera në kosin tuaj dhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të menjëhershme dhe ushqyese për organizmin. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e tij. Peshku i yndyrshëm gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Një tjetër burim i mirë i kalciumit është edhe peshku, si salmoni dhe sardelet. Peshqit yndyror si skumbria dhe sardelet gjithashtu përmbajnë omega-3, acide yndyrore që përmirësojnë shëndetin dhe ndihmojnë në zemrën tuaj. Studimet mbi suplementet e vajit të peshkut tregojnë se ato mund të ulin presionin e gjakut, veçanërisht nëse presioni i lartë i gjakut është i moderuar ose i lartë. Sasia e rekomanduar ditore është 3 deri në 6 oncë ose rreth 200 gram peshk pa dhjam ose shpend çdo 2-3 ditë. Farat gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë për të shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Shtoni fara të pakripura të tilla si farat e kungullit, të lirit, në sallata, në kos ose në bollgur për të ndihmuar kështu në uljen e presionit të gjakut. Sigurohuni t'i konsumoni ato si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslëndse në dobi të shëndetit tuaj. Farat janë burimet minerale jetike të magnezit i cili ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut dhe relakson edhe muret e enëve të gjakut. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe tërshërën. Ky drith i plot është i shëndetshëm i ngopur dhe gjithashtu jep përfitime të mira në shëndetin tuaj në betejën kundër komplikacioneve që shkakton hipertensioni. Panxari i kuq është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm i shtuar në dietën tuaj me ndikime pozitive në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Një studim tregoi se konsumi 2 gotave me një përzierje panxari dhe lëng molle mund të bëjë që presionin sistolik i gjakut të ulet. Burrat mund të shohin një përfitim të madh se gratë. Presioni sistolik i gjakut mund të rrisë shanset për goditje në tru. Panxari i pagatuar dhe zarzavatet të cilat përmbajnë shumë kalium janë alternativa të mira kundër problemeve të hipertensionit. Sasia e rekomanduar ditore është rreth 2 gota perime të pagatuar ose të zjera ose lëngu i perimeve. Hudhra gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të hipertensionit. Hudhra mund t'i shtojë shije pjatave tuaja të gatimit. Mjekët me shumë gjasa tregojnë për ndikimin dhe rritjen e niveleve të oksidit nitrik i cili zgjeron enët tuaja të gjakut. Sasitë më të relaksuara të enëve të gjakut janë gjithashtu edhe më përfituese për shëndetin tuaj duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Shtoni 1 deri në 2 thelpi hudhër jo më shumë në dietën tuaj nëse vuani nga hipertensioni në mënyrë të erëpasishme. Në dietën tuaj mos ngurojnë as fistikët. Arrat dhe bajamet mund të jenë burime të shkëlqyera të yndyrnave të shëndetshme që ndihmojnë në zemrën tuaj, por edhe presionin e lartë të gjakut. Zgjedhja më e mirë janë fistikët, ato kanë efekte të forta në uljen e presionit të gjakut. Shega. Pirja e lëngut të shegës rregullisht mund të ndihmojë në normalizimin e presionit të gjakut, por keni kujdes me sheqerin e shtuar. Gjithashtu lëngjet nuk janë edhe aq të freskëta dhe sigurohuni që t'i shtrydhni vetë lëngjet e shegës në mënyrë që përfitimet në shëndetin e zemrës të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme për organet tuaja jetësore. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë as shtimi i vajit të ullirit. Polifenolet të cilët janë antioksidant mbrojtës në vajin e ullirit japin atij avantazhin ndaj vajrave të tjerë. Polifenolet përmirësojnë shëndetin e enëve të gjakut, i ndihmojnë në të qëndrojnë me elastike. Është një zgjedhje shumë e mirë në dietën tuaj që t'i shtoni ato në mënyrë të kontrolluar vazhdimisht, edhe për të mbajtur larg komplikacione dhe për të sjellë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Gjithashtu konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë një përzgjedhje të duhur të shëndetshme të dietës që duhet të bazohet në dietën tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë ose të ndryshojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.